بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم زدنا علما وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë me mësimin e radhës nga kjo broshurë e Begat me titull 10 porosi dhe orientime në raste fitnesh dhe vështirësish të mëdha, pra të autorit Sheikh Abdulrazak Ibn Abdul Muhsin Abad El Bedr, Allah ruajt atë dhe t'jatin dhe na dhën dobi nga dituria e tij. Në mësimin e kaluar folëm dhe sqaruam 3 porosit e para, do të kalojmë tek porosia e 4 të kësaj broshure. Thot autori, Allahu e ruajt, porosia e 4 është dija, pra dituria, se çdo gjë që ndodh vetëm me caktimin dhe urtësinë e Allahut të plotfuqishëm dhe të lartësuar. Vërtet gjithçka që ndodh prej çështjeve pranë këtë univers, të këtë gjithësi, është vetëm me caktimin e Allahut të lartësuar. Çfarë do Allahu bëhet dhe çfarë ai nuk do dhe dëshiron nuk bëhet. Nuk ndodh asgjë në këtë univers, qoftë lëvizje apo qetësi, jetë apo vdekje, ulje apo ngritje, vetëm se me dëshirën dhe urtësinë e Allahut. Në Kur'anin fisnik ka më shumë se 400 ajete, ku të gjitha çështjet janë lidhur me dëshirën dhe vullnetin e Allahut të lartësuar, dhe se i gjithë urdhri është në dorën e tij. Atij takon çështja në fillim dhe në fund. Pra, sundimi është sundimi i tij dhe urdhri është urdhri i tij. Ai bën çfarë të dojë dhe gjykon çfarë të dëshirojë. Askush nuk mund ta kundërshtojë gjykimin e tij dhe askush nuk është brapës dot caktimin dhe vendimin e tij. Allahu i lartësuar ka thënë në Kur'anin fisnik: "Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha, wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di." Pra ka thënë i lartësuari, çfarë do mëshire që Allahu ua hap njerëzve, pra robët e tij, askush nuk mund ta ndalojë atë. E çfarë ai e ndal, askush nuk mund ta dërgojë pas tij. Dhe ka thënë i lartësuari në ajet tjetër kuranor: "Ala lahu al-khalqu wal-amr, tabarakallahu rabbul alamin." Vërtet, vetëm atij takon i gjithë krijimi edhe urdhri, i përsosur dhe i plot begat është Allahu Zoti i botëve. Po ashtu ka thënë i lartësuari në ajetin tjetër: "Liman sha'a minkum an yastaqim wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin." Ka thënë në surën At-Takwir, për atë prej jush që dëshiron të përqendrohet dhe stabilizohet në fe, e ju nuk mund të dëshironi verse nëse dëshiron Allahu Zoti i botëve. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Kullu shay'in biqadar, hatta al-'ajzu wal-kays." Çdo gjë është me kader, pra me caktimin e Allahut, madje edhe pa aftësia dhe zgjuarësia. Pa aftësia, kanë thënë dietarët në komentin e saj, është lënia e saj që duhet vepruar prej çështjeve të dunjas dhe të ahiretit, si dhe zvarritja dhe vonimi i tyre, ndërsa zgjuarësia është e kundërta e pa aftësisë. Ajo është gjallëria, pra entuziazmi, shkatësia dhe zotësia në çështje. Ibn Abbasi, Allahu i kënaqur me të bijë dhe t'jatin, ka thënë: "Çdo gjë është me kader, madje edhe vendosja e dorës tënde mbi faqen tënde." Po ashtu ka thënë Tausi prej selefëve, Allahu mëshiroft, kam arritur njerëz prej shokëve të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam që thoshin çdo gjë është me kader, pra me caktim. Thotë i lartësuari: "In kullu shay'in khalaqnahu biqadar." Vërtet çdo gjë e kemi krijuar pra me caktim edhe me vendimin tonë. Ibnul Qayyimi, Allahu mëshiroft, ky dietari i madh, ka thënë: "Baza e çdo të mire është që të dish
se atë që Allahu e dëshiron, ajo bëhet dhe ndodh, ndërsa atë që ai nuk e dëshiron, ajo nuk bëhet. Kur besimtari bindet me bindje absolute me këtë akide, ai përballon vështirësitë dhe fatkeqësitë që i ndodhin me durim, dorëzim dhe kënaqësi. Allahu i lartësuar ka thënë: "Wa man yu'min billahi yahdi qalbah", dhe kush e beson Allahun, ai ja udhëzon zemrën. Ibn Mesudi, Allahu që të kënaqë me të, ka thënë: ato janë fatkeqësitë që e godasin njeriu, pra rreth tefsirit të këtij ajeti. Ato janë fatkeqësitë që e godasin njeriu, dhe ai e di se ato janë prej Allahut, kështu që ai dorëzohet para tyre dhe kënaqet me to. Çfarë? E fatkeqësitë al-istislamu wa ar-ridha. Kjo është gradë e besimtarëve. Jo çdo musliman, domethënë, e ka këtë veçori. Durimi ndaj caktimeve të Allahut të lartësuar si adhurim kërkon që njeriu quhet as-sabru ala aqdarillahi al-mu'lima. Durimi rreth caktimit të Allahut të dhimbshëm subhanahu wa taala për njeriu. Durimi ndaj caktimeve të Allahut të lartësuar si adhurim kërkon që njeriu t'i kërkojë Allahut ndihmë, të shpresojë shpërblimin, të përballojë vështirësitë dhe të mundohet për t'i kuruar ato gjendje, si dhe të mos ankohet e të mos dëshpërohet, sepse kjo sjell udhëzimin e shpirtit, qetësinë e zemrës dhe fitimin e shpërblimit të madh. Si tha Ayubi alayhis salam: "Anni masani ad-durr wa anta arhamur rahimin." Vërtet më ka goditur e keqja, dhe ti je më mëshiruesi i mëshiruesve. Pra bëri sabër. Si tha Jakubi alayhis salam: "Fa fa sabrun jamil, wallahu al-musta'an ala ma tasifun." Do të bëj durim të bukur, thot, deri në fund të ajetit. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: kush përpiqet të bëhet i durueshëm, pra në sprova dhe fatkeqësi, Allahu do ta bëjë të durueshëm. Askush ose askujt nuk i është duruar në i dhurat më e mirë dhe më e gjerë se sa durimi. Dhe Allahu lëshuar thot: "Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab." U përmbushet shpërblimi i durimtarëve pa llogari, pa hesab. Allahu na bëj për durimtar. Prandaj besimtari duhet ta ketë parasysh se ajo që ndodh gjatë sprovave, ngjarjeve dhe vështirësive është vetëm me caktimin e Allahut të lartësuar dhe ndodh me urtësinë e tij, si sprovë dhe sprovim për njerëzit. Allahu i lartësuar ka thënë, dëgjoni këto ajete fisnike: "Am hasibtum an tadkhulu al-jannata wa lam ya'lam Allahu alladhina jahadu minkum wa ya'lam as-sabirin." A mos menduat vallë se do të hynin në xhenet, pa i nxjerr Allahu në pa ata prej jush që luftuan dhe pa i nxjerr në pa të durueshmit? Ka thënë i lartësuar në ajetin tjetër: "Am hasibtum an tutraku wa lam ya'lam Allahu alladhina jahadu minkum wa lam yattakhidhu min duni Allahi wa la rasulihi wa la al-mu'minina walija wallahu khabirun bima ta'malun." A vallë menduat se do të liheni pa u provuar, pa i nxjerr Allahu në pa ata prej jush që luftuan dhe që nuk morën për mbrojtës tjetër veç Allahut, të dërguar dhe ti dhe besimtarve? Allahu di në detaje për atë që ju veproni. Allahu lartësuar ka thënë: "Wa la nabluwannakum hatta na'lama al-mujahidin minkum as-sabirin wa nabluwa akhbarakum." Ka thënë këtë ajet në surën Muhammed, dhe vërtet ne do t'ju sprovojmë që të shohim pra mujahidët, luftëtarët prej jush dhe durimtarët, dhe derisa t'i vëmë në provë lajmet tuaja. E gjithë jeta, pra dashur vëlla dhe motër besimtare, është fushë sprove dhe vend testimi. Dhe njerëzit në të nuk janë të njëjtë në sprova, sepse dhe besimi i njerëzve varion dhe dituria e tyre është pra e ndryshme. Prej tyre ka që adhurojnë Allahun me luhatje. Nëse e godet një e mirë, qetësohet me të, por nëse e godet një sprovë, kthehet mbrapsh dhe zbrapset pas sprovës. Kështu thot Allahu lëshuar: "Khasira ad-dunya wal akhirah, dhalika huwa al-khusranul mubin." Kështu mbet dynjan dhe ahiretin, dhe kjo është humbja e qartë. Allahu na ruaj prej saj. Dhe prej tyre ka që adhurojnë Allahun me dije dhe me qartësi, me besim të palëkundur dhe me akide të saktë. Nëse godet një sprovë, bën durim, dhe kjo është mirë për të, siç ka ardhur në hadith. E nëse godet një begati, pra një e mirë, falenderon, dhe kjo është mirë për të. Kjo nuk i jepet askujt përveç besimtarit. E gjithë çështja e tij është e mirë. Të gjitha gjendjet e tij janë të mira e të pastra dhe përfundimet e tij janë të lavdërueshme. Allah na bëf prej tyre. Thotë i lartësuari: "Wa aqibatu lil muttaqin." Dhe përfundimi i mirë është për të devotshmit. Porosia e pestë. Thot Sheikh Abdurrazzaq, Allahu e ruajt,
dija, pra dituria se asnjë shpirt, asnjë person nuk do të vdes derisa ta plotësojë afatin e tij. Len tamuta nafsun hatta tastawfi'a ajalaha wa rizqaha. Pra besimtari e di se asnjë njeri nuk do të vdes derisa të plotësojë afatin e vet dhe ta përmbush, pra ta plotësojë, ta konsumojë gjithë furnizimin e tij. Askush nuk vdes para kohës së caktuar për të dhe as pas saj. Allahu lartësuar ka thënë: "Likulli ummatin ajal, idha jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Çdo popull ka një afat të caktuar për të, e kur të vijë afati i tyre, atëherë ata nuk do të vonohen asnjë çast e as nuk do të mund të shpejtohen. Pra afatet e gjelet janë të përcaktuara, jetët janë të kufizuara në kohë. Ka caktuar Allahu e gjelin dhe riskun dhe çështje tjera për fëmijën foshjen që në barkun e nënës ai ishte 120 ditësh. Pasi që Allahu çon melekun dhe i fryn shpirtin, i thot shkruaj 4 çështje. Riskun, e gjelin, veprat dhe do të jetë i lumtur apo i pikëlluar. Atëherë pse pikëllohesh ti? Ta ka caktuar Allahu që në barkun e nënës. Pra afatet janë të përcaktuara, jetët janë të kufizuara në kohë. Për çdo afat ka një shënim të caktuar dhe për çdo shpirt ka një takim të caktuar, pra që është e melekun e vdekjes. Nuk ka shpëtim prej tij. Asgjë nuk mund të bëhet pengesë ndërmjet njeriu dhe urdhrit të Allahut. As pallatet e fortifikuara nuk e pengojnë atë. As kullat e larta nuk e mbrojnë dot. E as vestrehimet e fshehta nuk e ruajnë nga caktimi i Allahut kur ai të vi. Allahu i lartësuar ka thënë: "Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada." Kudo që të jeni, thotë i lartësuari, vdekja do t'ju arrijë, do t'ju kaploj, edhe po të ishit në kështjella të fortifikuara. Kush e nxori faraonin nga pallatet e tij të fortifikuara edhe e mbyti në detin e kuq? Erdhi urdhri i Allahut subhanahu wa taala për të, e gjeli ti dhe ushtrin e tij dhe pasuesit e tij, Allahu na rrit nga ky dënim i turpshëm dhe i dhimbshëm. Prandaj besimtari nuk tronditet nga thashë themet dhe as nuk friksohet nga propagandat, për shkak të qëndrueshmërisë së tij të fortë dhe bindjes së tij të madhe. Ka dije, ka yakin se asgjë nuk ndodh pa lejen e Allahut subhanahu wa taala. Përkundrazi gjendja e tij është e mirë. Kur friksohet me armiqt dhe përgatitjet e tyre ushtarake dhe numrin e tyre të madh në dukje, ati vetëm sa i shtohet besimi tek Allahu, mbështetje dhe dorëzimi tek ai. Thotë i lartësuari, e përmendëm në mësimin e kaluar në surën Ali Imran: "Alladhina qala lahumun nas inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel." فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. Vazhdon ajetet: "Dhalikum ash-shaytanu yukhawwifu awliya fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Allah lartësuar thot në këtë ajet në surën Al Imran, thot ata të cilëve njerëzit u thanë: vërtet njerëzit, pra ushtrit dhe armiqt, janë mbledhur kundër jush, prandaj friksojnë atyre, por kjo vetëm se u ashtoi besimin dhe thanë: na mjafton Allahu sa ruajtës dhe mbrojtës i mirë është ai. Pastaj u kthyhen me mirësi dhe begati nga Allahu, nuk i preku asnjë keqe dhe ndoqën kënaqësinë Allahut. Allahu është zotruesi i mirësisë së madhe. Dhe përfundon ajeti tjetër, thot: ky është shejtani që i fikson miq dhe palën e tij, mos ju fiksoni atyre, por më fiksoni mua nëse jeni besimtar. Ka ardhur te tefsirin e këtij ajeti, shejtani me pasuesit dhe me shpurën e tij i kërcënojnë dhe friksojnë besimtarët, porse ata i friksohen vetëm Zotit të botrave. Abdullah ibn Abbasi, Allahu që t'i kënaqë me të dhe baban e tij, ka thënë: Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, na mjafton Allahu dhe sa mbështetës dhe mbrojtës i mirë është ai. E tha Ibrahimi alayhis salam kur u hodh në zjarr nga populli i tij, dhe tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe sahabët kur njerëzit u thanë njerëzit janë mbledhur kundër jush, prandaj friksojnë atyre, por kjo vetëm u ashtoi besimin dhe thanë: na mjafton Allahu dhe sa mbështetës dhe mbrojtës i mirë është ai. Kjo ishte porosia e 5. Porosia e 6 e kësaj broshure, barakallahu fikum, është kthimi i çështjeve tek dietarët e besueshëm në ulumtim dhe gjykim, pra imamllarët e palëkundur të fesë. Në fitnën dhe fatkeqësitë e mëdha që prekin interesat e umetit, qoftë në sigurinë apo frikën e tij, është detyrë që të kthehemi tek dietarët e besueshëm dhe imamët e palëkundur, njerëzit e dijes, të fikut, pra të kuptimit të thellë
dhe të mprehtësisë në fenë e Allahut subhanahu wa taala. Për këtë arsye Allahu lartësuar thot në librin e tij Fisnik: "Wa idha ja'ahum amrun min al-amri aw li-khawfi adha'u bih, wa law radduhu ila ar-rasuli wa ila uli al-amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum." Thot Allahu lartësuar në këtë ajet kuranor sura An-Nisa, kur atyre u vjen ndonjë lajm që ka lidhje me sigurinë ose frikën, ata e përhapin atë, po sikur t'ja kishin kthyer atë të dërguarit, dhe atyre që janë përgjegjës mes tyre, atëherë do ta dinin pra zgjidhjen e këtyre çështjeve ata që nxjerrin përfundime prej tyre. Ebul Aliye, dikush prej seleve ka thënë, ata janë dietarët e fesë, a nuk e shes Allahu lartësuar thot: "Wa law radduhu ila ar-rasul wa ila uli al-amr minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum." Do ta dinin ata që nxjerrin konkluzione dhe përfundime prej tyre. Mujahid ibn Jabr, ky tabiin i madh dhe dietar prej mufesirëve, Allah mëshiroft, rreth fjalës Allah të lartësuar wa ila ulil amri minhum, dhe të ata që janë përgjegjës të kujdestar mes tyre, ka thënë, ata janë njerëzit e kuptimit të fesë dhe të mençurisë. Ulul fiqhi wal hilmi wal hikma, për ata që posedojnë fiqh, kuptim të thellë të fesë dhe janë të mençur. Në këtë ajet, thot Sheikh Abdulrazak, ka edukim dhe mësim për njerëzit. Pra kur ndodhin çështje që prekin sigurinë ose frikën e umetit, nuk duhet që çdo kush të flasë për to dhe as të kërkohet fetva nga kush do, siç ndodhi me Libin, siç ndodhi me Egjiptin, siç ndodhi me Sirinë, me radhë, u bëjnë kasapan e madhe, u mlodhën 40 pseudo dietarë në Egjipt, dhe dhanë fetva që në Siri ka xhihad e tjera, sa gjaku derdh, sa njerëz u vran, sa gra mbetën të veja, fëmijë e time u shkatëruan vende të tëra, pse? Se ata nuk ishin prej dietarëve të umetit dhe dhanë fetva sipas epshit dhe tekave dhe politikës së tyre, dhe shifi rezultatet. Përkundrazi duhet të referohemi vetëm dietarëve të palëkundush, njerëzve të nxjerrjes së përfundimeve, ehlul istinbat, të kuptimit të thellë dhe të mprehtësisë në fe. Duhet të lihet marrja e dijes nga të vegjëlit në dije, për atyre që sapo kanë hyrë në kërkimin e diturisë, ose për atyre që janë bërë të njohur në mediat moderne dhe bashkëkohore, ndërkohë që nuk njihen për përvetësim të dijes dhe as për qëndrueshmërinë në të. Sahabiu fesnik Abdullah ibn Mas'udi, në një afer të tij, transmetim të tij, Allahu shëndetë me të, ka thënë: njerëzit do të vazhdojnë të jenë në mirësi përderisa dia u vjen nga shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe nga të mëdhenjtë e tyre, por kur dia të vi nga të vegjëlit e tyre, atëherë ata do të shkatërohen. Ibn Qutayba, ky prej seleve, Allah mëshiroft, duke komentuar fjalën e Abdullah ibn Mas'udit, ka thënë: kuptimi është se njerëzit do të vazhdojnë të jenë në mirësi përderisa dietarët e tyre janë pleqtë të moshuarit, pra janë të mëdhenj dhe të vjetër në moshë, kanë eksperiencë dhe fetare dhe jete, kibaru sin, të mëdhenj, pra pleqtë të moshuarit, e jo të rinjt, sepse shiveurësia, tek i moshuari janë larguar dëshirat e rinisë, prehtësia e nxituar, nxitimi dhe pamaturia. Ai ka marrë me vete përvojën dhe eksperiencën, prandaj në dijen e tij nuk hyn dyshimi, nuk e mposht epshi, nuk e anon lakmia dhe shejtani nuk e rrezon si rrezon dhe mashtron të riun. Bashkë me moshën vijnë serioziteti, madhështia dhe respekti, kurse tek i riu mund të hynë këto gjëra prej të cilave i moshuari është ruajtur. E nëse ato hynë tek ai dhe jep fetva, ai shkatërohet vetë dhe i shkatëron dhe të tjerë. Pra dallu u adallu. Të pa diturit, me ndeledhët, ata që s'kan eksperiencë, i pyesin njerëzit në çështje të mëdha, çështje madhore, përgjigjen pa dituri dhe eksperiencë, i humbasin njerëzit, humbasin dhe vetët. Ndaj një citat i bukur i Ibn Taymiyes se Mejmu'ul Fatawa ka thënë: nuk jep fetva mbi çështjen e xhihadit rreth Allahut, as mbi gjakun e muslimanëve apo hallalin haramin, verse një elit, një grup i zgjedhur prej dietarëve të mëdhenj. Porosia e 7 është qëndrimi me udhëheqësit dhe prisa musliman dhe lutja për ta. Kjo është prej çështjeve të theksuara, pra në të domosdoshme në kohën kur ndodhin ngjarje të mëdha dhe sprova, pra duhet të jetë i bashkuar, i unifikuar, i papërçarë safi muslimanëve
dhe të rrethojmë rreth prisit musliman, duke zbatuar sunetin në mënyrën e trajtimit të prishve dhe sundimtarve, sepse në këtë ka rregullim dhe përmirësim të interesave të njerëzve, bashkim të fjalës së tyre, sigurim të rrugëve të tyre, ngritje të fesë të tyre dhe luftimin e armikut. Po qem të përçar dhe nuk qem bashkuar e prisi, si do ta luftojmë armikun? Nga eksperienca kemi që kanë luftuar njëri tjetrin këto grupacionet. Janë ngritur 10 raflamuj të verbësh, me njerëz që nuk dihet kush ka qenë në jetë i tyre dhe prisat e tyre, dhe kanë përfunduar që janë therrur mes tyre. I kanë drejtuar shpatat e muslimanat njëri tjetrit. Në hadithin e transmetuar nga Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, nga profeti sallallahu alaihi wasallam thuhet se ka thënë: Imami para udhëheci është mburoj, luftohet pas tij dhe mbrohet me të. Nëse ai urdhron me devotshmërinë e Allahut dhe me drejtësi, ai ka shpërblim për këtë. Nëse urdhron ndryshe, atëherë mbi të bie përgjegjësia e saj. Nawawi Allahu mëshiroft ka thënë rreth këtij komendit të këtij hadithi të bukur, që e përcjell Buhariu dhe Muslimi, ka thënë Allahu mëshiroft, fjala e tij sallallahu alaihi wasallam, imami është mburoj, do të thotë si një mbulesë mbrojtëse, sepse ai e pengon armikun nga dëmtimi i muslimanëve, i pengon njerëzit nga dëmtimi i njëri tjetrit, mbron fuqinë dhe unitetin e Islamit, dhe njerëzit mbrohen me të dhe i friksohen autoritetit të tij. Ndërsa kuptimi i fjalës luftohet pas tij është se bashkë me të luftohen jo besimtarët, rebelët, xhawarijët dhe të gjithë njerëzit e prishjes dhe padrejtisë në përgjithësi. Gjithashtu Mer'i el-Kermi, një nga selefët, Allahu mëshiroft, ka thënë, disa dietarë kanë thënë, sikur të mos ishte sundimtari, dietari nuk do të kishte mundësi ta përhapte dijen e tij, gjykatësi nuk do të mund ta zbatonte gjykimin e tij, adhuruesi nuk do të mund ta kryente adhurimin e tij, zejtari zanatin e tij, tregtari tregtinë e tij dhe as bujku bujqësinë e tij. Pra ndodhte kaos, rrëmuj e papar mes njerëzve. Rrugët do të ndërpriteshin, kufit do të liheshin pas dore, pra zbatimi i dënimit shariatik, dhe do të shfaqeshin fatkeqësitë dhe të këqijat. Përndryshe do ndodhte edhe kaos. Më vrave të vras, mbodhe ta pres dorën. Jo, gjitha këto gjykime shariatike i kthehen prijesit. Pa prijes nuk zbatohen do të ndëshkime dhe masa ndëshkimore shariatike. Ndodh padrejësi e madhe, rrëmuj, kaos, dëm për muslimanët. Prandaj thotë Sheikh Abdulrazaku, për këtë arsye, shariati ka ardhur duke theksuar bindjen ndaj udhëheqësve, këshillimin e tyre në butësi, me orsi, fshehtas, pra minjan, dhe dëgjueshmërinë e bindjen ndaj tyre në atë që nuk është mëkat ndaj Allahut. Allahu lëshuar thot: Ja ayyuhalladhina amanu atiu Allah wa atiu rasula ulil amri minkum. O ju që keni besuar, binduni Allahut, binduni të dërguarit dhe prizve prej jush, pra prej muslimanëve. Dhe pejgamberi selam ka thënë në hadithin që e transmeton Tirmidhi rahimahullah, ka thënë: kini frikë Allahun Zotin tuaj, ittaqullaha rabbakum, falni 5 namazet tuaja, agjironi muajin tuaj, pra Ramazanin, jepni zakatin e pasurisë tuaj dhe binduni udhëheqësve tuaj, do të hyni në xhenetin e Zotit tuaj. Edhe një herë përsërisim hadithin, se shumë i rëndësishëm. Kini frikë Allahun Zotin tuaj, pra duke përmbushur urdhëresat e tij dhe duke ruajtur nga ndalesat. Falni 5 namazet tuaja, agjironi muajin tuaj, Ramazanin, jepni zakatin e pasurisë tuaj dhe binduni udhëheqësit tuaj, do të hyni në xhenetin e Zotit tuaj. Gjithashtu ai sallallahu alaihi wasallam ka thënë: 3 cilësi janë të tilla që zemra e një muslimani nuk mban mlef ndaj tyre kur, pra nuk ndjen pakënaqësi ndaj tyre kur. Sinqeriteti në vepër për Allahun, këshillimi udhëheqësve dhe qëndrimi me xhamatin, sepse lutja e tyre i përfshin ata që janë pas tyre. Pra kush nuk përçan nga xhamati dhe luten ditë për hajër, jo vetëm që ai xhamat ka hajër dhe Allah i përgjigjet lutjes tyre sepse dora Allahu me xhamatin, por edhe ata që do të vinë mbas, do të përfitojnë nga ky hajër i këtij xhamati që është lutur për vete dhe për të tjerë mbas tyre. Kuptimi, thotë Sheikh Abdulrazaku, është se në zemrën e muslimanit nuk gjendet asgjë kundër këtyre 3 cilësive. Përkundrazi, ai i do ato, është i kënaqur me to dhe vepron sipas tyre në bindje ndaj Allahut dhe duke kërkuar afrim tek ai dhe arritjen e kënaqësisë së tij. Pra në formë adhurimi dhe duke shpresuar shpërblimin e madh
dhe bujarët e Allahut subhanahu wa taala. Sheikhul Islam Ibn Taymija Allahu mëshiroft ka thënë: duhet ditur se drejtimi i çështjeve të njerëzve është prej detyrave më madhështore të fesë. Pra s'është kollajt me qenë imam, me qenë prijes. Ndaj ka thënë, mos e kërkoni prislëkun dhe imamllëkun në fe, se kush e kërkon nuk do t'i jepet, dhe kujt i jepet, le të kërkojë Allahut ndihmë kur është prijes dhe drejtues në fe. Madje nuk mund të qëndrojë feja dhe as dynjaja pa prisin islam, sepse bita e Ademit, thot Allah mëshiroft, nuk mund të rregullojnë çështjet e tyre vetëm duke u bashkuar për shkak të nevojës që kanë për njëri tjetrin. Dhe kur ata bashkohen, patjetër duhet të kenë një udhëheqës, sepse Allahu i lartësuar e ka bërë detyrë urdhimi për të mirë dhe ndalimin nga e keqja, dhe kjo nuk realizohet vetëm me forcë dhe udhëheqje. Po kështu, vazhdon fjala e Ibn Taymijës, edhe të gjitha detyrat e tjera që Allahu i ka obliguar, si xhihadi, drejtësia, al-adl, kryerja e haxhit, xhumat, bajramet, ndihma ndaj të shtypurit dhe zbatimi i dënimeve shariatike, të gjitha këto nuk mund të realizohen pa forcë dhe udhëheqje. Prandaj është detyrë që udhëheqja të konsiderohet fe dhe afrim tek Allahu, pra është adhurimi i madh, sepse afrimi te ai, pra Allahu nëpërmjet saj me bindje ndaj Allahut dhe të dërguarit e tij është prej afrimeve, pra më të mëdha. Adhamul qurbat, thot Ibn Taymija Allahu mëshiroft, përfundoi fjalën e tij. Nga Tamim ibn Aws ad-Dari, Abu Ruqayya Tamim ibn Aws ad-Dari, Allahu i dënojë me të, transmetohet se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë ad-dinu nasiha, ad-dinu nasiha, ad-dinu nasiha, ka thënë feja është këshill, feja është këshill, feja është këshill. Sahabët thanë, kulna liman ya Rasulullah, ne thamë për kë o dërguar Allahut. Ai tha, këshill për Allahun, për librin e tij, për të dërguarin e tij, për udhëheqësit e muslimanëve dhe për njerëzit e thjeshtë të tyre. Dhe prej këshillës ndaj udhëheqësit është lutja për ta, që Allahu t'u jap përmirësim. Dhe kjo është shenjë e Ehlusunnet dhe Xhamatit. Ka thënë selefët, kur shikon dikë që lutet për prisa, dije se ai është njeriu i Sunnet dhe Xhamatit. Dhe kur shikon dikë që lutet kundër prisave, dije se ai është njeriu i epsheve dhe i devimit dhe i humbjes. Pra, lutja për prisat që Allahu t'u jap përmirësim, shëndet, sukses, mendim të drejtë dhe çdo gjë që u sjell dobi robërve, dhe që ata të jenë mëshirë për ata që kanë nën përgjegjësi, dhe që Allahu t'i përmirësojë ata dhe t'i përmirësojë të tjerët përmes tyre. Kjo është ajo me të cilën ka ardhur suneti dhe me të cilën kanë qenë selefët e këtij ummeti që ne pasojmë inshallah taala. Me këtë përhapet e mira, derisa është përcjell nga Fudail ibn Iyad, Allahu mëshiroft, se ka thënë, sikur të kisha një lutje, law anna li da'watan mustajaba la ja'altuha li dhi sultanin. Sikur të kisha një lutje që do të më pranoj, patjetër, nuk do të bëja vetë për prisin. Dhe komenton Sheikh Abdulrazak, thotë, sepse përmirësimi i udhëheqësit është mirësi si për të, ashtu dhe për popullin e tij. Ndërkohë, disa njerëz i kundërshtojnë këto parime, ka për qëllim xhavarixhët dhe ata rebeluesit, edhe ata që kanë dalë nga suneti, nxisin kundër prisit të tyre, ndoshta ai që ndor nga bindja ndaj tij, i nxisin njerëzit të lënë dëgjueshmërinë dhe bindjen dhe luten kundër udhëheqësit të tyre, në kundërshtim me ato që tregojnë tekstet fetare dhe me ato që kanë qenë selefët e mirë. Si pasojë e veprimeve të tyre, lind një keqje e madhe dhe i prish rënd, dhe realiteti është dëshmia më e mirë për këtë. E mbyllim me këto fjalë, ose Allahu të bëjë ato dobishme, dhe të na bëjë për atyre që dëgjojnë fjalët e pasojmë me përputhëri. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam, wa sallallahu sallam wa baraka nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.